O ju si, a mendon që kjo gjëja ka ndryshuar edhe të këto zonjat apo vajzat që ti ke dëgjuar që nuk dalë me këtë po spati shtëpi dhe makinë. Ka ndryshuar sepse jeta është bërë materializëm i gjallë. Është presioni për të dukur, për të parë këtë luksin gjithandej, për ta jetuar. Patjetër që po, sepse ne jetojmë një jetë të shtirur, një jetë falso, që e shohim nëpër Instagram të shumë njerëzve, edhe që ne i njohim dhe e dim shumë mirë se çfarë jetë kanë dhe çfarë na servirin aty. Dhe është normale që edhe gocat e vogla sot, për shembull, duke parë ato duan, atë jetë ndërrojnë, pa e ditur se çfarë kostosh ka ajo lloj jete, sepse realisht ka kosto. Për shembull. Aha, apo janë individuale këto varet nga personi? Jo, kosto ka, sepse tani në qoftë se ti si femër zgjedh anën materiale, ajo ana materiale, unë s'do doja kunin burr të pasur i herë. Ashtu ë? Jo. Vërtet. Si e ke zgjedhur tonë? Sepse burrin e pasur nuk do e kem kur për vete. Mendoj se ka lidhje kjo pjesë. Është një lloj sikur se thonë që gruan e bukur nuk do ta kem kur për vete. Ashtu ë? Që nuk ka lidhje materializmi me karakterin apo bukuria me karakterin. Sigurisht që nuk bën materializmi vetëm, domethënë nëse nuk ka karakter, sikurse bukuria pa karakter nuk ka vlerë, po edhe karakteri pa çikanën materiale apo pa bukuri, siç është presioni tek femrat në ditët sot. Mendoj se... Je dakord ti me këtë që ta Jul ka thonë përpara, që është presioni tek femrat, presioni të bukurit? Presioni sot është shtuar shumë më tepër. Nëse në kohën e gjysheve tona, domethënë duhej një grua për shtëpi, një koqire, e mirë, thoshin bukuria sot është, nesër nuk është, ndërsa sot presioni tek femrat është sepse ajo dhe duhet të punojë dhe të bëjë karrierën, të paguaj faturat, duhet të bëhet nën bashkëshorte, po duhet jetë dhe e bukur, sepse TikToku, Instagrami mbushur plot me filtra, ne na imponon fytyrën perfekte, flokët perfekte, linja trupore perfekte, këto kërkojnë kosto. Po pse duhet ta kërkojmë nga një mashkull në këtë, më fal. Jo, s'jam duke thënë këtë. Ne jemi të zonja të vetes dhe mund të arrijmë vetë. Po unë këtë po them, në momentin që ti vjen dhe zgjedh një partner, atëherë pse mos të shikosh që të rritet siguria jote financiare, për këtë jam duke thënë. Jo për interes, siguria financiare. Jo, shiko, unë të them mirëqenie. Mirëqenie, sepse luksi është diçka relative, ka të bëjë me kosto të egzageruara, do thoja, apo jetë ekzibicioniste, që duam të tërheqim vëmendjen, edhe është më tepër jetë sipërfaqësore. Femra duan mirëqenien, e thash, kur një femër ka arritur sigurinë e vet, kërkon mirëqenien, kërkon që të rrisi standardin e vet. Dhe dua të cilësoj edhe diçka tjetër. Stabiliteti financiar është, domethënë, nuk është interes. Interes është, për mendimin tim, kur nuk ka besnikëri, nuk ka përkushtim dhe nuk ka vëmendje. Në momentin që ti kërkon stabilitetin financiar, po dhe emocional, sepse një mashkull që nuk ka stabilitetin financiar nuk të jep dot as atë emocional më vonë. Kështu që mund ketë problematika financiare, një vit, 2 vjet, mund të jetë gjëra, ti do shikosh se sa partneren e ke për krah në sfida, për shembull, po marr rastin biznes. Biznes ke grushta pa fund, bile ke shumë të pakta ditët kur ti je rehat. E vërtet? Edhe financiarisht. Pra ti mund të jesh më shumë në kredira se në miradina, i themi ne. Pra dhe ti do shikosh partnerja se si do të mbështes aty, se nuk është problemi të mbështes kur shkon me pushime Maldive. Aty të mbështesin gjithë. S'ka nevojë. Nuk ka probleme, diskutojmë gjithë bashkë, mos... Pushime me Maldive i bën edhe vetë se nuk është ndonjë, edhe me shoqëri mund t'i bësh edhe me se nuk është domosdoshmërisht që ti ofrojë partneri. Por duhet pasur një gjë parasysh që sot këto pushimet luksoze, restorantet luksoze, jeta glam apo veshjet e markës sot të imponojnë respekt. Edhe duhet ta pranojmë këtë në tërë shoqëritë industrializuara, imponohet respekti kur ti shfaqesh me veshje të markës dhe gjëra. Ama po flasim këtu për partnerin, unë po flas sepse femrat kërkojnë që nëse në botën jashtë e kanë vetëm VIP-at ose më bie më shumë në sy tek VIP-at, këtu e shikon edhe në goca të thjeshta, njerëz të thjeshtë, sepse ndoshta varfëria pak më e madhe ose ende nuk kanë arritur gocat të arrin sigurinë. Unë po them këtë, në momentin që ti ke arritur sigurinë, ti e zgjedh një partner jo më nga nevoja, e zgjedh nga dëshira. Ti e zgjedh, po sigurisht, unë rri vetëm, për shembull, ta zëm deri në një moment që gjej partnerin që më ofron jetën që unë dëshiroj dhe nuk bëhet fjalë vetëm për financat, tu bëhet fjalë për partneritet në të gjitha aspektet. Respekti, po jo, nuk po flas aktualisht për gjendjen time. Jo, po them ikën mosha, po nuk po them për të gjitha. Po lumturia nuk është vetëm domosdoshmërisht partneri, nëse ti, nëse është e thonë. Je dakord. Dhe kam përshtypjen sa më tepër të avancosh me moshën, se ecekëm edhe pak para, bësh më selektiv. Bësh më selektiv dhe sigurisht që do thua
wow, më I ke mirë det më të vetëm se sa qartë. të kemi një njeri që nuk më përmbush ato gjëra. Gjithë tema besoj është që a ke të hapur syrin për njerëz që kanë më pak se ti apo nëse kanë sa ti. Thelbi ky. Ky është thelbi. Pra, le të themi, sa meshkuj keni parë që ju kanë rënë sy sot duke ardhur në punë? Ndoshta asnjë. Asnjë. Por se ke pa edhe atë lavazherin, edhe taksistin, edhe shitsin, edhe këtë, i ke pas... Më bëri shumë përqeshur Jusi, se e tha me shumë faqe të preva, e tha me shumë të shpërip. Asnjë, si a vlen të asnjë. E dija që kjo ishte përgjigja. Sa i keq që je. What? Pse nuk i ka parë? Sepse janë të padukshëm për syrin e saj. Jo, syri im është i mbushur, nuk ka, nuk shef. Në rregull. Janë padukshëm për syrin. Pse? Sepse nëse do ishte dikush që do i plotësonte ato pritshmëritë individuale, patjetër do binte në sy. Pyetja është, a do ishe ti e padukshme pastaj për syrin e tij, nëse ti si ishe në atë nivel dhe nuk i përgjigjesh atij nivelit, sepse tan problemi që është me njerëzit ambicioz, shumë ambicioz, me femrat ambicioze, që nuk kanë as talentin, as punojnë forcë në këtë prizëm. Jam shumë dakord. Jam shumë Që janë debele. Dhe këto njerëz janë njerëzit më të rrezikshëm sepse i kërkojnë gjërat duke i rash shkurt, duke kriju intriga, duke bërë disa element që Këtu bijem gjithë dakord kam përshtypjen. Jem dakord sepse i shohim në ditën e sotme kosa nuk duan të punojnë. Doja të them, thelbi ky është që nuk duan të punojnë dhe duan të gjejnë rrugën më të shkurtër. Siç e kishim më përpara me partitë politike, ata shohim një parti politike për të mos bërë karrierë sepse do bëhen drejtor aty. Drejtor, po. Kjo është rruga e shkurtë. Po gjej një person që i ka gjitha, që të më mbaj. Mbaj, t'jem rahat, kjo është profili 70% do e zgjidhin që t'i kishin këto 2-3 elementet kryesor, pavarësisht ajo mund të mos ketë për vete makinë, mund të mos ketë për vete shtëpi. Pse duhet ta kërkosh ti? Nuk po them që ti mos kërkosh siguri financiare në prizmin në nivelin tënd, por ti kur e kërkon shumë më lart, atëherë ka çfarë ke ti, çfarë ofron ti. Duhet të ketë pak edhe një barazi, domethënë deri diku, edhe ekonomike mendoj unë. Okej, po. Unë të paktën e mendoj këtë. Skepse kërkon nga tjetri dhe ti vetë nuk e asgjë në fundit. Nëse nuk do ishe si përmarrës. Edhe S'kam do qenë. dilje në date në këto ditët e Në sotme. date kam qenë dhe s'kam qenë si përmarrës. Më thuaj. Po më ka qenë më i ri, tani nuk je më Focat refuzojnë. Moj. Focat refuzojnë të dalin me ty sepse ti nuk e marrim rastin as shtëpi as makinë. Po. Si do ndiheshe? T'merr. Do ngelesh single? Do ngelesh Jo, single? do ngelesh single, do bëja 2 punë. A ideja do i përgjigjesh atë tregut, patjetër që do gjeja dikëm që ta kishte pak syrin e hapur, mos tisha te ato 100 njerëzit e padukshëm, por do Pra, le të themi që thellë vajzat ju vënë në lëvizje që të arrini të mira materiale. patjetër, shoh një problematik.